Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim nuk ka ndryshuar parashikimet e saj për zgjerimin e ekonomisë shqiptare deri në fund të këtij viti. Në raportin e vjeshtës, Bersh thotë se ekonomia do të rritet me 3.5%, aq sa ishte edhe parashikimi i saj në raportin pranveror, të publikuar në muajin maj. Shifrat e Bersh luhaten lehtë nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë, që në raportin e fundit të stabilitetit financiar thotë se rritja ekonomike në 6 muajt e parë të këtij viti ishte me 3.4%. Bersh thotë se Shqipëria mund të përballet me rrisjet që lidhen me rënje të kërkesës në eurozonë për eksportet e saj dhe një ulje të ardhurave nga dërgesat e emigrantëve. Thatësira e zgjatur që prek sektorin e bujqësisë dhe prodhimit të energjisë, po ashtu mund të jenë kërcënime për vendin. Parashikimi për ekonominë e Shqipërisë mund të bëhet më optimist me ecurinë e reformave strukturore dhe implementimin e planit të rritjes nga BE, thot Bersh. Në total, Ballkani Perëndimor parashikohet të rritet me 2.7% në 2025 dhe 3.2% në 2026, ku Shqipëria dhe Kosova shfaqen me performancë më të qëndrueshme.